Kurban Bajrami, besimtarët falën namazin në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Komiteti Besimtar Musliman në Shqipëri kremtoi Kurban Bajramin, një nga ngjarjet më kulmore të kalendarit islamit, cili u kremtua në Shtetet e Bashkuara, i cila sjell në vëmendje mesazhe universale të sakrificës, devotshmërisë dhe harmonisë sociale. Në Tiranë, qindra mira besimtar u mblodhën në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku u zhvillua ceremonia qendrore e faljes namazit Bajramit, ndërsa rite lutje fetare u mbajtën në xhamitë e tjera të kryeqytetit dhe në qytete të ndryshme të vendit. Gjatë mesazheve përcjella në këtë ditë të shenjtë u theksua rëndësia e paqes, solidaritetit dhe ndihmës ndaj njerëzve në nevojë. Përfaqësues komunitetit musliman nënvizuan se Kurban Bajrami simbolizon sakrificën, besimin, përkushtimin ndaj Zotit. Kjo festë është festa e ngjalljes së shpresës, optimizmit për të vazhduar me këmbgulje besnikërinë ndaj Zotit gjithësisë, sa ai është falës i madh, mëshirues i pakufishëm. Kurbani paraqet materializimin e niyetit të gatishmërisë që në emër të Allahut të flijohet për veç aspektit shpirtëror të kurbanit. Është i rëndësishëm dhe aspekti social, ndihma për ata që nuk kanë, në mënyrë që gjithë së bashku të festojnë këtë festë islame. Mishi ndahet mes pjesëtarëve të familjes dhe miqve dhe i dhurohet të varfërve, kur zgjidhet për t'u therrur një dash apo një dele e rritur.